nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Të ftuarit e mi sot janë përfaqësues të shoqatës së mirënjohur Ekomendje dhe një ambasador i paqes. Me mua sot në studio janë zoti Mirsad Basha dhe zonjushat Atalanta Kraja dhe Fatjona Bushati. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Mirë se keni ardhur. Në fakt Mirsad më dua t'ju uroj sepse kohët e fundit keni marrë një titullin ambasador i paqes. Çfarë është për ju ky titull? Ky titull është një vlerësim që bëhet mas disa viteve të aktiviteteve që kemi organizuar në Shkodër. Ishte një titull që dha disa persona të ndryshëm në qytete të ndryshme, që atë ditën e kongresit më të paqes të Europës Juglindore. Më dha isha shumë i privilegjuar që në Shkodër isha zgjatur për atë ditë. Është privilegj edhe është një kënaqësi shumë e madhe kur mas shumë aktiviteteve vlerësona për një çmim të tillë, sepse vlerësohet aktivitetet që kena bë, për të mirë të njerëzve, sidomos të mirë njerëzve që mi bashku në aktivitete të mira sociale, bamirëse, por edhe sidomos edhe artistike kur kena promovuar vlerat tona, vlerat e Shqipërisë sidomos. Në fakt, çfarë i shton veprimtarisë suaj ky titull? Një lloj detyrimi plus? Ishtan detyrimi që ne duhet të vazhdu këtë rrugtim që e kena nisë, duhet të vazhdu pa anashkalu ata nisma që ne kena normal drejtash. Normalisht është një vlerësim që bëhet ja vetëm një personit, ja vetëm mu, pa çdo nismë që kena bë. Ta nisma që kena bë është edhe merit e çdo aktivisti që është përfshi. Për këtë punë çmimi nuk ka vetëm jemi, pa shkreti frymës Ekomendje, çdo aktivisti, çdo personi që na ka mbështet. Që unë i vlerësoj shumë në tanta vite persona që jena në bashku dhe që çdo ditë më shumë janë të ushtu. Po shoh që pyetjeve të mia nuk i përgjigjesh krejt personalisht, por në emër të Ekomendjes ju e shikoni këtë titull si fruti i një bashkëpunimi me sinqerisht në çdo kam pa gjithmonë çdo çmim që është dhënë kam pa që nuk është diçka personale, por është një frym që është përndallë, ai ka kanë qëllimi. Ekomendja është një frym që për vitesh kam dashur më shpërndan në Shkodër, një frym pozitive, një frym altruiste, kështu që në momentin që flasim mas 5 viteve mendoj që ja thjesht është arrit, por shpresojmë që do të rritet edhe më tepër. Madje sot ju nuk keni ardhur vetëm në studio, keni ardhur së bashku me 2 bashkëpunëtore tuaja, Atalantën dhe Fatjonën. Kjo shpjegon më së miri se çdo gjë është e shpërndar në detyrimin. Grupi është shumë më i madh se kaq, por studia moshë nuk pranohet me përfshirjen. Natyrisht. Vajzat janë dy për koordinatorë aktivistëve të Ekos, kështu që përshëndesim edhe grupin tjetër Maxhan. Përshëndesim. Kjo është edhe një prej ftesave që më bëhet, unë them gjithmonë nuk kam se marr veten sepse çmimi nuk ka vetëm jemi. Atalanta dhe Fatjona janë 2 vajza që punojnë në sektor të ndryshëm të Ekomendjes, e cila me sa kam kuptuar ka disa sektor që përfshin fushën sociale, fushën ekologjike, fushën aktiviteteve artistike, të promovimit të natyrës. Si kanë shkuar paralele të gjitha këto drejtime në të cilat ju e zhvilloni aktivitetin? Atëherë, e para një nuk punojmë, jena vullnetare, sobërshërim. E dyta është ne mundona që këto fusha ose gjithë aktivitetet ecin paralelisht, jo thjesht një herë atë, një herë këtë. Po, për shembull, gjatë fundjavës, ditën e shtunë mund të kena një aktivitet në familjet nevojë, që mund të çojmë ushqime ose veshje, diçka që ka nevojë. Ditën e diel për disa dile rresht që ishte koha dhe mirë kena bë aktivitetet me biçikleta sociale, pra. Kështu që çdo gjë ecë paralelisht dhe mundona me bë sa më shumë kur kena mundësi normalisht. Madje me sa kam kuptuar edhe ato aktivitete që ju i planifikoni keni një mendim të përbashkët për t'i realizuar. Si ka ecur ky diskutim krahas realizimit të mjaft veprimtarive që ju keni zhvilluar? Fatjona? Sepse këto vinë si propozimet në rrugën e ecjes suaj. Ideja në fillim vendoset ka gjithë grupi, jep secili idejtë e veta dhe vendosim edhe në bazë të kohës, sepse për shembull aktivitetet që janë në natyrë kërkojnë një kohë të mirë, mbjellja ose këto ekskursionet e vogla që bëjmë gjatë dileve.
kërkojnë deal dhe bazohet në shumë aspekte lloji i aktivitetit që do bëjmë, po normal të gjithë jemi dakord edhe të gjithë jemi shumë pozitiv edhe ajo që kam vënë në re është se në të gjithë këto fusha që ju operoni keni edhe ndjekjen e vazhdueshme të njerëzve, të problemeve. Për shembull, Fationa përmendi mbjelljen e pemëve. I riktheheni përsëri atyre punëve që ju keni realizuar për t'i parë si ecën në vazhdimsi, për të krijuar më pas edhe të tjera mundësi për zhvillimin e këtyre aktiviteteve. Po, mbjellja e pemëve është një ndër aktivitetet më të rëndësishme që ne kena. Dhe organizohet në fillim, jepet në rrjetet sociale dhe gjithë njerëzit që kanë dëshirë që dojnë të kontribojnë, qoftë fizikisht aty, qoftë financiarisht, vinë dhe na bashkohen në ditë të caktuara që ne vendosim. Si ka rezultuar? Sa është zgjeruar grupi fillestar për të mbërritur në të tjera përmasa të aktivistëve që janë bashkuar? Po, sa më shumë që njerëz kanë kriju besim tek ne, aq më shumë janë përfshi. Normal grupi në fillim ka nisi vogël dhe të shka tjetër për masa. Njerëzit shohim që çdo herë më tepër kanë dëshirë të na bashkohen, të vinë me ne, qoftë edhe përveç sensibilizimit dhe aktivitetit që ato bajnë, edhe dëshira me njoh njerëz, me qëndru në një ambient social, të japin kontributin e tyne, dhe është normal, në bazë të viteve shumë më tepër njerëz po na shtohen dhe na. Ju keni profile të ndryshme në jetën e përditshme. Atalanta është ekonomiste, Fationa është arkitekte. Si jeni bashkuar këtij grupi? Po kështu nisi, unë fillim u bashkova nismave të shtëpisë fëmijës, pasi kisha shumë dëshirë të isha te shtëpia Foshnjës kur shkonte Mersadi. Dhe aty fillova duke shkuar herë 2 herë, pastaj edhe një aktivitet tjetër, pastaj te mbjellja e pemëve. Ishte me bicikletë aty u përfshiva gjithnjë më shumë, domethënë, duke pa këtë. Tashmë ju keni një grup stabël apo që në raport me problemet edhe mund të lëvizë? Po, jena një grup rreth 10 vetash, që jemi më të përfshim, domethënë, si tip bordit. Dhe merrem me këto vendosjen aktiviteteve ose datat, orare, domethënë, pastaj do të nxjerret njoftimi që vendoset, atëherë bashkohet kush ka dëshirë. Për shembull në nismat me bicikleta, që është lajmëruar 2 ditë përpara, domethënë, për shembull kur ishte udhëtimi në liçenin e Shtodrit ose në liçen të Ragamit, dhe kanë rreth 40-50 vet, domethënë është një gjë pozitive, arritje që njerëzit kanë dëshirë të bashkohen rinjia. Po. Fationa kishte përvojën e vet natyrisht në këtë zgjerim të grupit apo jo? Po, unë personalisht jam një nga antarët e reja të grupit dhe kam qëllu në shumë aktivitete, domethënë për aq kohë sa jam pjesë e grupit, përveç ndihmave sociale që i kemi dhënë njerëzve në nevojë, kam marrë pjesë tek mbjellja e pemëve, tek sensibilizimi që u bë këtë muaj, muajin tetor për sensibilizimin e kancerit të gjirit, që ishte shumë i rëndësishëm si aktivitet. Ne shkume tek fshatrat e Shkodrës, dhe sensibilizume gratë, shkume derë për derë që t'i japim fletushka, që t'i flasim pak për kancerin e gjirit, edhe sa rëndësishme është që të shkojnë të bajnë një vizitë, të kontrollojnë veten e tyne, sepse është më mirë që të parandalohet se sa të shërohet. Po, në fakt ju këto kontakte i keni të vazhdueshme, ju keni bërë këtë të themi fushat sensibilizuese, jeni rikthyer më pas për të parë si ka rezultuar, kanë shkuar këto gra për të kontrolluar, sepse me sa kam parë në qendrat e kontrollit të gjirit ka mjaft të interesuara. Ata ditë na kanë premtuar që do të shkojmë, na kanë premtuar sinqerisht se gjithë secila prej tyre më marrë një nanën, motrën me vete. Ne shkojmë deri te sensibilizimi, ai ka kanë krejt një nisëm e jona personale, që kena pas dëshirë me njek. Shpresojmë tash që ata zonë kanë shkuar atje. Ne në shumë nisma që ne organizojmë, ne rikthejmë edhe e kthejmë si traditë këtë aktivitet.
shpresojmë që edhe zonja të kenë pas vullnetin e mirë dhe të kenë shkuar në këta çanra. Ajo që më bën përshtypje janë mjaft aktivitete në fushën sociale. Në njerëz që kanë nevojë, madje edhe me raste festash, ju grumbulloni në qendër të qytetit dhe aty njerëzit sjellin diçka që këto familje të festojnë bashkë me të tjerat. Si kanë rezultuar këto aktivitete sociale në ndihmë të njerëzve në nevojë? Vjen mirë që aktiviteti që përmenda është të gatuar një pjatë më tepër që organizojnë fund vit. Po. Përfshin të janë aktivitete çdo javore që ne bëjmë në këta familje nevojë. Por më vjen shumë mirë që aktiviteti i fund vitit ka përfshi shumë persona, me qindra persona për me dhuru ushqime. Por nuk ka vetëm qëllimi që atë ditë më mbledh shumë ushqime, pa qëllimi është që persona që vinë me bë më sensibël, me dhuru diçka për vetes, e që ka mundësinë, edhe me kthyesin kultura dhe personale, ja thjesht më ardh me na dhuru neve atë ditë, por kur ata shohin një person nevojë, pse mos më përfshi edhe vetë, më bë vetë dhurimin. Pra është një lloj edhe sensibilizimit, edhe një lloj përfshimi që ne mundona me bë te këta persona, dhe këta persona që munden me dhuru. Ne çdo fundjavë ne organizojmë bashkëpunë me grupin e çojmë ushqime në familje. Në 3 muajt e fundit janë bërë dhjetra në mesën familje, ja vetëm ushqime, por edhe riparime shtëpiash aty ku kanë pas nevojë, sidomos edhe veshje. Edhe me hapën e fundit klubit na ka shërbuar shumë për me rrit këtë mundësi ekonomike ndaj tyre familjeve. Na vjen shumë mirë që shumë persona janë të përfshi, na vjen shumë mirë që shumë persona janë edhe të na ndihmojnë, sepse që thotë Fationa, kur rritet besimi në këtë aktivitet, atëherë jam i sigurt që ja vetëm mbështetja ndaj nesh, por mbështetja ndaj tyre personave nevojë ka me kanë edhe më e madhe. Një ndër sektorët e veprimtarisë suaj kohët e fundit, madje këtë verë, nëse nuk gaboj, ka qenë edhe hapja e Club Eco. Si ka vazhduar, si ka nisur dhe vazhduar më tej, dhe cilat janë ato pikësynimet tuaja që këtë klub ta kthenin në një qendër të ideve dhe realizimit të tyre. Kjo ka kanë ideja fillestare, domethënë që në fillim Andra ka kanë që me bën një Eco Club për më mladh ne atë, domethënë, duke se ne nuk e se kishim një vend fix ku mladhshim ose ku rinim, tash e dina që kena një pikë fikse ku do të mlana, ku vinë edhe tjerë, të din që na gjajnë aty, kur vinë me ndihmu, ose me do që me dhanë një kontribut, domethënë, për familjet, apo çdo gjë tjetër. Edhe është një pikë nisje për çdo aktivitet, gjithashtu edhe shërben shumë për mbledhjen e fonde, pasi ne kemi aty një kuti që çdo kush mundet me dhuru për familjet nevojë. Edhe në fundjavë me ato lekë që janë mbledhur, domethënë, duke i shtuar edhe tjerë normalisht, ne kryejmë edhe aktivitete. Pra si e hapët këtë klub, ku mbështetet, kush ju ndihmoi, si e realizuat? Është një kokën iniciativë ka hershme që na dashur me njëk, por ishte momenti që ta kryeshim si mision, duhet me thënë, sepse në këta 5 vite ne nuk kena pranuar shumë bashkëpunime të ndryshme, si nga ana politike apo nga institucione të ndryshme, apo edhe prej fondacione të ndryshme të huaja. Me qenë që ne nuk ishim gatshëm me bashkëpunu me këta, sepse kishim atë misionin ton personal, sepse Ekomania është një organizatë hapur në Shkodër, po iniciativën kërkujt vetëm e jona. Atëherë menduam që ishte hapi i duhur, në momenti i duhur që ne më hap një klub, një lokal, ku ja vetëm e kanë si çanër aktivitetesh, por më kanë një vend ku ne me sigurt ardhen, sepse dihet që lokali ka sigurim të ardhenash. Atëherë menduam që këtë vit të bëjmë këtë hap që çdo aktivitet i joni. Ku ndodhet ky klub? Para prefekturës, është një klub shumë i thjeshtë për mëngjes, sepse ka shumë biçikleta. Dallohet. Për gjelbrime për biçikleta, për një shtyllë që është me qendësina e tjera, pra kjo gjë që ne kena promovuar gjithmonë, kulturën, biçikletën, ekologjinë. Po si e realizuat ta është bëhet, më thonë, një vullnetar nga koordinatorët dhe aktivistat e Ekos, aty ka punu shumë Mirsadi, Edi, Paçe, çdo ditë, domethënë, dhe janë munduar që çdo gjë ta bëjnë vetë. A bëjmë një Është bërë krejt një vullnetare, janë përdor materiale të riciklueshme, jo gjëra të shpenzime, domethënë, dhe industriale. Po, mbi çfarë trulli e ndërtuat? Është një ambient që është dhënë me qira normalisht, se nuk
s'kishim ku me Atë kena marrë me qëra, kurse investimi që është bëm rand nuk ka pas shumë investim sepse është dëgja riciklueshme me paleta, me biçikleta, me lule, me drasa. Dyer dhe komedina, karrige të vjetra që janë sjellë Nuk ka se mund kena pas nevojë për investime të mëdha, për ndonjë projekt të madh, por thjesht kur bëhet me anë të dhurimeve dhe riciklimeve është shumë akullat më bë. Por gjithsesi ne kena shumë bashkëpunëtor që na kanë mbështetur në këta vite ose në këta muaj dhe është lista shumë e gjatë që duhet me falënderu për atë që kanë kontribuar, që është Edi, Pashka, Atalanta, Fationa, ton grupi, Senada, Arjani, Valde, janë shumë persona që na kanë ndihmu, që kanë ardhur, na kanë dhënë ide, na kanë dhënë edhe mbështetje edhe financiare. Sinqerisht është lista shumë e gjatë, ndoshta dhe misioni nuk ka me dal këto. Por që duhet të falënderoj ta persona që na kanë mbështetur, me që pyetja ishte si e realizuar thjesht në sajt bashkëpunimeve të familjare, në sajt personave që kanë dashur me kontribu për ekon dhe na kanë mbështetur kauzën tonë. Si rezultat i kësaj pune, mendoni që ky klub tashmë po e shton aktivitetin? I ka shtu sidomos e rëndësishme është me shtu aktivistat. Aktivistët dhe persona që dojnë me njek nismat tona janë shtu dhe më tepër, se të kanë që edhe Atalanta tha është një pikë që ne bashkona dhe njerëzit vinë te ne, dhe kanë pa që na thojnë a keni një aktivitet ardhshëm, do të mbledhem me ju, ka edhe persona që na kanë njekë më në Facebook për nuk kanë ardhur në herë, tash vinë pini kafe, konsumon diçka dhe përveç përgëzime që bajnë për thonë mund ta bi djalin vajzën teme, po ka kanë diçka shumë pozitive që ka funksionuar për një pikë grumullimit personave eko në kuptimin e plot fjalës, persona pozitiv që kanë qef me një këta nismat tona ose që kanë qef që dhe familja tyne më përfshimin e. Gjatë rrugës suaj të bashkëpunimit dhe të bashkëveprimit, patjetër që keni patur lidhje dhe me organizata të tjera. Duke e bashkërënduar kështu, jam fundjavë ndryshe, Ekovolis, si kanë shkuar këto bashkëpunime dhe çfarë i kanë dhënë aktivitetit tuaj? Bashkëpunime kanë kenë gjithmonë shumëta, ne kena kenë i hapon prej shumë vitesh me bashkëpunu, ja vetëm organizata, por edhe me institucione, kur nismat tona kanë përfshi çdo fushë. Atëherë kanë rezultuar shumë suksesshme, sidomos për ata dhe për ne, por kur bashkohen, kur ka një sinergji pozitive, normalisht që kanë më shku me një frymë shumë më të mirë. Ne në organizatat që bashkëpunojmë aty për është edhe Ekovolis, një organizatë në Tiranë, si motor, që ka shumë të ky rrugtimi jonë që ne kena dëshirë me njekësit e bicikletat, e pjesa sociale, të pjesa mbledhjet pemëve, pastrimeve të ndryshme, pra kena një organizatë që është në Tiranë që ata vinë këto, ne shkojmë atje dhe na mbështesin dhe një shtesin. I mbështesin shumë sepse më falë se po ta përpres, ajo është një organizatë bicikletash, kur vjen te qyteti bicikleta dhe dhuron bicikleta. Pra ne na gjithmonë të hapun që edhe na vjen shumë mirë që ata vinë te ky qytet, te qyteti i Italisë bicikletave, edhe pse ka shumë nevojë për mbështetje, sepse ne na qyteti i bicikletave pa kursi bicikletash, ata nuk janë qyteti bicikleta, por kanë kursi bicikletash, pra. Është një ndryshim që ne mundona me shku atje dhe këtë me kriju këtë lidhjen edhe me sinergjinë e ndryshme. Duke qëndruar tek eko, natyrisht diçka ekologjike menjëherë të vjen në mendje dhe pikërisht puna juaj në mbrojtje të ambientit është një ndër drejtimet. Meqense Shkodra është një kompleks natyror dhe me relievin, me liçenin, me lumejt, malet afër, është një vend ku mund të operohet liçeni për shembull. Si kanë ecur nismat tuaja në këtë drejtim? Ne na mundon që çdo herë kur kena gjetë mundësinë dhe kur janë bërë shumë aktivista me pas se zban aktivitetet pastrimit liçenin e Shkodrës. Vjet për shembull është vënë një shumë i madh prej tek ura e Bunës dhe krejt Arku, kanë kemi 5 kilometra, domethënë të pastrume që ka zgjatë mbi 4-5 orë, sa janë për hek rreth 20 sa ton beturina, por gjithsesi ajo duhet me sensibilizu ton shqiptar, ton shkodran, sepse ne pastrojmë, po mes një javë dhe ditëve. Këtu qëndron vështirësia në sensibilizimin e opinionit, apo jo? Mendoni që këtu keni një fushë akoma që duhet ta shkelni më shumë? Fokusi kryesor në fakt është sensibilizimi i personave, se nëse ne sensibilizojmë individin, nuk i kemi mas nevojshme të dalim të pastrojmë, sepse secili nga ne do e mbajmë pastër ambientin ku frekuenton.
edhe shumë e rëndësishme që njerëzit të ndërgjithsohen dhe atë papastërti që ka në dorë, shishe, plastik, çfarë do llojit, ta hedhin te koshi Ose dhe jo ti marrin me dhe jo në veti. liçen apo në tokë apo kudo, sepse kudo që shkojmë e shohim që ka mbeturina pafund. Është vërtet. Edhe duhet që persona, qytetarët të sensibilizohen dhe ato kosha t'i përdorim më tepër dhe mos shkojmë t'i hedhim tek ambientet që ne dona dhe kemi kaq dëshirë që t'i shohim pastër dhe ti ndjejmë që janë të pastër dhe të marrim frymë lirshëm në atë ambiente. Për fat të keq kemi një kemi një realitet tepër të diskutuar në këtë pikë, një punë shumë e madhe në mosha. Po ju nuk jeni vetëm një organizatë rinore, sepse organizata juaj rinore shpërndahet në veprimtaritë edhe të moshave, apo jo? Patjetër, ne nuk jena vetëm rinor, ne na njikin shumë mosha. Kushdo, do të thonë në nisma tona me biçikleta që kena bërë këto fundjava, kanë zotni, zonja, gjysha që kanë ardhur me një me biçikleta, por nuk ka dallim moshe. Jena grupi hapur. Madje veprimtaritë tuaja nisin që nga ndihma e fëmijëve që kanë nevoja të ndryshme deri tek azili pleqve. Po, ajo është një nismë shumë e dashur për ne, ne e bëjmë shpesh tek gjyshat ton tashmë se tek azili dhe mundona, do të them, një fal ngrohtësi, ata realisht nuk është se kanë më shumë nevojë sepse kushtet aty tashmë janë shumë të mira, kanë mundësi, po thjesht falim ngrohtësi, 1 orë ose 2 orë aktivitet për gjallëni, që ata mundi më të dashur në më. Ndryshe nga ditë. Një ditë që dikush më ndëgju, se kjo është rëndësishme për një moshë tretë, një person që të ndëgjojnë. Ndërkohë, cilat kanë qenë disa nga veprimtaritë tuaja më të fundit? Të fundit kanë qenë të muajit tetor që tha Fatjona për kancerin e gjinit, e udhëtimet e fundit me biçikleta që kanë qenë shumë pozitive, ku i na rikthy disa aktiviteteve që ne kena bërë që në fillimet e ekos, por ishte ajo që thashmë përpara ku aktivistët e ndryshëm ose personet e ri që vishin te klubi doshin me dëshirë më të madhe më përfshin një aktivitet. Kështu që kjo ana e lëvizjes me biçikletë që normalisht është një lëvizje ekologjike dhe promovon një natyrë pastër, por sidomos është një lëvizje shumë sociale kur personat bashkohen me një tjetrin, flasin për idetë e tyre kur gjithmonë ka shërby edhe për me kriju aktivitete të reja, sepse gjithmonë kur mbledhen shumë persona japin ide të ndryshme, unë do më bëj këtë dikush gjatë një talent i ri që mund të ketë edhe mund të promovohet. Ka kanë aktivitete të ndryshme të familjeve nevojë që thashmë përpara. Kanë edhe në vazhdim kur do të fillojmë me festat, me promovime të ndryshme që ne do na bëj vendit ton, sepse edhe biçikletat edhe udhëtimet e biçikleta kanë edhe këtë si qëllim. Mi prezentu rinis vendin që ka, por edhe sidomos me prezentu dhe Shqipënisë Shkodrën, sepse edhe faqja e ekos njihet shumë e kena pa që ka me mira klikime, kur në çdo javë na shkruajnë edhe agjencitë e ndryshme turistike të Shqipënisë që na pyesin për koordinatat se ku janë këta pika, këta vende të bukura, edhe na vjen shumë mirë që promovimi shkan edhe më gjanë, jo vetëm te rinia shkodrane, por shkan edhe në Se jetë për në një pikë, në një destinacion nga gjithë Shqipëria, jo vetëm nga një të Shkodrës. Një ambasador i paqes tashmë me një detyrë tjetër plus të shtuar me veprimtarinë që ka te ekoja. Natyrisht është një ngarkesë që të jep mjaft aktivitet, të jep mjaft entuziazëm. Është edhe një përgjegjësi që t'jepet më tepër që duhet të vazhdo këtë linjë, derisa ne na vlerësu te kjo fushën ato të bat, derisa ne vlerësu te ky rrugtim atëherë duhet të vazhdo këtë rrugtim, po deviju kuptimin e mirë të fjalës, sepse të janë gjëra shumë pozitive që ne prej shumë kohëve kena shpërndar dhe na të marrë një feedback shumë të mirë. Kështu që shpresojmë edhe në vazhdim ky rrugtim të jetë kaq pozitiv edhe me mbështetje sa më tepër. Normalisht nuk janë bërë 5 vite, në përmendje se 5 vite, po ne në dhjetor bëjmë 5 vjetorin e ekos, ne mendojmë që me bëjmë një festë shumë të madhe, një festë shumë të madhe e ekos, në prezentu tonë aktivitete, tonë punën tonë që kena realizu deri në këta momente, tham punë edhe pse ka një punë vullnetare,
edhe kjo është ndoshta edhe diçka shumë pozitive që ja vetëm shkodranët e kanë vlerësuar, por edhe në media pa në çmimet e ndryshme që na kanë dhënë, sepse ka kanë diçka vullnetare, pa marrë rrogë, pa marrë fonde për këta aktivitete. Kjo është vlerësu shumë edhe shpresojmë që të vazhdojmë në këtë mënyrë, edhe pse prapë ne kena nevojë për fonde dhe për financime, sepse nuk mundesh me vazhdu duke lyp mas disa viteve ku ne kena arrit një pikë të mirë të aktiviteteve. Ne deri në momentin që flasim na thoshin për kujt jemi në shtetin, na politikës, për fejs, për institucioneve të ndryshme, kishin pak dyshime, sepse na shihshin një grup mall, një grup të realizuar me aktivitete dhe nismë, por na vjen shumë mirë që mas 5 viteve jena po të njëjtit, nuk kena zgënjur asnjë person, as përshime të ndryshme që mund të kenë dyshuar dikush, por jena te pika që ky titull, edhe çdo titull mbrapa që mund ta japet ka me kanë meritum, sepse në njëken edhe jam I sigurt që ka me kanë një shembull mirë për gjithëkan, sepse na njëken. Një grup entuziast të rinj, të bashkuar në mënyrë vullnetare, në një titull mjaft sensibilizues siç është Ekomendje, me mjaft ambicie dhe veprimtari në shumë fusha, kryesisht të jetës sociale, por edhe ekologjike. Natyrisht na bën që të hedhim jo thjesht vështrimin, por të bashkohemi nismave vullnetare dhe mjaft sensibilizuese në jetën tonë qytetare, në jetën tonë të prekshme, në ndihmë edhe të njerëzve në nevojë, por edhe të sensibilizimit të mjaft problemeve dhe çështjeve që ne kalojmë. Unë dëshiroj t'ju falenderoj shumë, duke juruar vazhdimsi po kaq entuziaste, po kaq kreative, edhe po aq aktive sa që jeni ju të rinj, të bashkuar në këtë shoqat të quajtur Ekomendje. Faleminderit. Ju falenderoj dhe Ju ftojmë bashkoheni në po natyrisht unë jam pak sa e bashkuar. Janë bashkuar sa do të thonë në këtë movimin që bëjnë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit.